Rikthehemi miq të dashur në transmetim të drejtë për drejtë në këtë pjesë të fundit të Kafe Shqeto. Do të flasim për një, nuk e di a është mashtrim apo është prall apo është një gjë që qarkullon shumë javët e fundit, një premtim fantazmagorik që familjet që janë gati 500.000 që kanë fëmijë nën moshën 18 vjeç, pas kanë një mundësi të madhe përfitimi gati 500.000 lekë në vit. Me sa duket të gjithë ekspertët me të cilët kemi folur thonë që nuk është pikërisht kështu, ndaj vendosëm për ta mbyllur një herë mirë këtë diskutim, të ftonim dhe të bezdisnim audituesen ligjore, konsulenten e Syri Televizion Merilika. Mirëmëngjes, Merilika, mirë se erdhët. E para njëherë duhet keni qenë në pushim këtë kohë, nuk ju bezdisëm shumë. Jo, nuk jemi pushim, se puna vazhdon. Tjetër gjë që ne nuk raportojmë. E bëni manualisht tani? Po, kemi më shumë vështirësi, na gjatë më shumë kohë, duke aplikuar edhe duke aplikuar prapë në Albania. Por puna do vazhdon. S'kemi çfarë të bëjmë. Tani ka disa javë momenti që protestojmë jemi mirë. Po, sigurisht mirë, edhe mirë të bëhet, edhe mirë jeni. Ndërkohë ka disa javë që vjen ky premtimi me ca shifra që kanë qarkulluar, por mbi të gjitha edhe me një mënyrë të vështirë për të aplikuar për DIP. Çfarë është kjo kur ke fëmijë nën 18 vjeç? Po, e para njërë duhet ta ndajmë në dy segmente. I pari është që ka të ardhura deri në 1.2 milion lekë të reja në vit, ose 12 milion lekë të reja të vjetra në vit, dhe i dyti nga 1.2 milion në lartë. Ata që kanë deri në 12 milion lekë të vjetra, ata përfitojnë edhe 100.000 lekëshin e arsimimit, por gjithmonë kur kanë... Të vjetra? Po, 1 milion lekë, 1 milion. Por kur kanë dokumentacion, që janë kontrata me shkollën, dokumenta kursesh që mund të ketë bërë fëmija, dhe kjo ndodh vetëm për njërin prind. Sa do fëmijë të kenë, do marrin vetëm 100.000 lekë shtëri dhe vetëm njëri prind, jo të dy. Ndërsa për 48.000 lekëshin e përfitojnë dhe ata që janë mbi kuotën e 1.2 milion lekëve. Kjo përfitohet për çdo fëmijë edhe nën kupton shpenzime për rritjen e tyre. Tani si bëhet procedura? Në bazën e tatush merr pagën që ka marr, e cila duhet të rrihet kuotës së tatimit që i takon deri në 23%, zbritet vlera për çdo fëmijë 48.000 lekësh. Kjo vlerë që del pastaj merret me përqindjen e tatimit që i takon shumës, me 23% apo më pak varet nga totali të ardhurave, dhe në këtë rast do dali vlera e tatimit që duhet të paguaj ky individ, por sa ka paguar pastaj është vlera tjetër. Diferenca që bëhet mes asaj që ka paguar, që ishte ndalur nga paga, dhe asaj që duhet të paguaj mbasi i zbriten këto shpenzime, do të kompensohet në vitin që vjen, por me një kusht që duhet të bëj kërkesën deri brenda 31 marsit, për da 3 muaj. Më kujtohet një skeç nga kjo që sapo thatë Merilika, më duhet e Gon Llaga ka qenë, kur tregonte përqindjet 2% e 6% që të rrisin me 8%. Tani edhe njerë, se besoj për ne që si jemi ekonomista, ajo që sapo thatë t'ingëlloj si arabisht. Po, sepse është shumë e vështirë.